Friksoju Allahut kudo që t'jesh. Pasoje të keqen me të mirën, që u ta fshi të keqen, dhe sillu mirë me njerëzit. Sillu mirë me njerëzit. Shikoni se si profeti i nderuar sallallahu alaihi wasallam na tregon për raportet e drejta të çdo besimtari dhe besimtareje. Se si duhet ta ndërtojmë raportin e drejtë me krijuesin ton, Allahun xhalla wa ala, me Zotin ton, krijuesin ton dhe furnizuesin ton. Po kështu raportin e drejtë me veten ton dhe së fundmi raportin e drejtë me të tjerët, me shoqërinë. Pra ky hadith me këto 3 porosi dhe këshilla madhështore na tregon se çfarë kërkohet prej nesh, çfarë detyrime shkemi ndaj Zotit të gjithësisë, ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve. Thot profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam, friksoju Allahut kudo që t'jesh. Pra na tregon për marrëdhënien me Zotin ton, se ky raport i drejtë me Zotin ton xhalla wa ala duhet të ndërtohet në bazë të asaj që quhet devotshmëri. Pra ittaqillah, friksoju Allahut apo tregohu i devotshëm ndaj Allahut kudo që t'jesh. يظل يجيء إلى